të manipuloj provat të cilat do të çonin atë në mënyrë të pashmangshme drejt arrestit me burg. Pra i garanton kohë një të pandehure, duke ju kundërvënë drejtësisë haptazi në këtë rast maxhoranca, me qëllim që ajo të rregullojë dosjet e veta, çështjet e veta, jo të njihet me akuzat, sepse me akuzat ka patur mjaftueshmërisht kohë për të njohur. Parashikohet në këtë rast që për shkak të parashikimeve me rregullore në kuvendit, që ka një afat maksimal 3 mujor brenda cilit kuvendi shqyrton këto kërkesa. Dhe me kalimin e këtij afati 3 mujor pa marrë një vendim kuvendi, atëherë kërkesa e SPAK-ut do të konsiderojë e rrëzuar. Ne shpresojmë që ende të mos jemi te ky skenar, që do të ishte skenari më ogurzi, pasi do të ishte një kundërvënie e pastër në këtë rast e ekzekutivit dhe e asaj pjese të legjislativit që ka vendosur të cilët si vasal i ekzekutivit, i qeverisë Rama, ndaj organeve të drejtësisë në një akt të paprecedent për sa kohë Shqipëria është kputur nga e kaluara e saj e një shteti diktatorial komunist. Kujtojmë që raste të tjera analoge, veçanërisht ato që kishin të bënë me drejtuesit e opozitës, kujtojmë për rastin Po mund të ndërpres këtu, meqense jem se saktësisht në këto momente dhe për efekt kohe nuk ja tregoj dot regjis, po unë po shoh për shembull një listë që është publikuar nga Instituti i Studimeve